Bizneset me më pak se 50 punëtor ose 90 milion euro qarkullim, deri në mesnatën e së hënës kanë mundësi që të dëshmojnë këtë për të vazhduar me tarifat e rregulluara të energjisë elektrike. E ato që nuk i plotësojnë këto kritere, nga 1 qershori do t'ju nënshtrohen rregullave të reja, ku të zgjedhin vetë furnizuesin dhe do të negociojnë për tarifat me të cilat do të furnizohen. Kesko njofton që ka pranuar një numër jashtëzakonisht të lartë të aplikimeve nga bizneset dhe procesi i verifikimit do të marrë kohë. Ndërkohë, nga 1 qershori, të gjitha bizneset që i plotësojnë njërin nga 2 parakushtet e caktuara me lart do të dalin në treg të hapur dhe duhet ta zgjidhin vetë furnizuesin. Ato do të mund të furnizohen nga Kesko pa tarifa të rregulluara apo pa ndonjë prej operatorëve të licencuar të Kosovës si furnizues. Dalja në treg të hapur të rreth 1000 bizneseve, kryesisht prodhuese, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, do të krijojë vështirësi te bizneset. Kemi një pozitë de facto monopolistike, paraçkohës sa 18 furnizues nuk janë në gjendje që të ofrojnë energji elektrike ose të operojnë si duhet, krahasuar me njërin prej furnizuesve i cili ka ndoshta aftësinë më të madhe edhe për të negociuar dhe për të furnizuar me energji elektrike. Bizneset mas të madhe besojnë që do të ballafaqohen me tarifa më të larta, efekti i daljes në treg të lirë në anën tjetër edhe mundësia e gjetjes së furnizuesve në treg të lirë do duhet mundson të çmime më të lira. E në një anketë që kjo odë ka bërë me anëtarët e saj, sipas Zekës, rreth 80% janë deklaruar se liberalizimi do të kenë ndikim negativ në operacionet e tyre. Mbi 70% e tyre presin që do të humbasin në një shkallë të caktuar aftësinë e tyre konkurruese, sidomos kundrejt shteteve të tjera të rajonit. Tash këtu duhet kemi parasysh që Kosova dhe ashtu është treg të vogël dhe çfarëdo cenimi për parësisë konkurruese mund t'i bëj kompanitë mund t'i bëj më të brishta në raport me konkurrencën me cilën ato ballafaqohen. OEAK ka paralajmëruar se dalja në treg të hapur të energjisë, por edhe shtrenjtimi i mundshëm i rrymës do të reflektohet në çmimet finale. Një gjë të tillë e kanë paralajmëruar ditë më parë edhe nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe komuniteti i biznesit. Të gjitha palët kanë kërkuar që të ketë një shtyrje të afatit për dalje në treg të lirë, pasi sipas tyre bizneset janë të papërgatitura mjaftueshëm për të lidhur marrëveshje me furnizues. Edhe pse në treg janë të licencuara 19 kompani për furnizim me energji, furnizues kryesor në vend është Kesko.